Në keqit problematikën... Kur i thu mercenar, dikush është të pagu. Tash është të pagu kundërshtari politik, shqiptarëve din me nërë që Serbia pagu. Me njerë është që dikush tjetër, pra është logika e njëjtë. Në keqit problematikën që po e diskutojmë, ka një zgjidhje që është me vështira, na, ndoshta edhe për shkak të ato që po të arbeni profesorit, ka një zgjidhje që është edukimi medial. Pra çka nën kupton edukimi medial, dikujt i duket luks, dikujt i duket jo shumë serioze, ministria thotë që ka edukim medial në këtë land, pajisja e njerëzve, e qytetarëve, e fëmijëve tonë me informacion bazik për mënyrën se çish funksionojnë mediat, prej mediave tradicionale, e deri te mediat sociale, e TikToku, e Facebooku e të tjera, është domosdoshmëri në këtë shoqëni ku kemi kaq shumë keq informim, ku kemi kaq shumë rregullim informativ, ku kemi kaq shumë informacion. Kush me eduku faton që unë një profesor universitar që shpërdon fake news-a? Pikërisht. Jo, profesor universitar që shpërdon fake news-a që do përndoj debatin nëse. Pa burim. Që s'ka burim. Të shty argumentit. E qëtë profesor universitar. Kur unë kum pa, profesor. E kum pa, faton e kum pa për Donald Trump. Thot, shqiptarët janë në mbrojtjen time. Sa nuk është mbajtën atë për atë fake news-ën për ty, se ishte një fake news për Matoshin, tha. Matoshi thot që takimi Trump-Osmani është i parëndësishëm. Po. Sa për sy e faqe. Unë se e shahon kërësisht kund. Atë në studio kështë të thotë që kjo është fotografia më e bukur. Kur e shë edhe që profesori universitar ka probleme të tilla, shtohet edhe ma shumë urgjenca në edukim medial edhe të atij grupit caktuar shoqëror. Pra, qoftë formal, qoftë jo formal, pra shteti, sikur në vendet që janë pak ma të zhvillume, si Norvegjia, Finlanda e tjera, që kanë marrë këtë model, që është ma i vështirë, që kërkon investim, që kërkon punë, që kërkon angazhim. Se kemi të qartë, dokumentet zyrtare shkruhen pas standarde fact-checkut. Komunikatat për shtyp që i shkruan qeveria, kanë rana. Pra komunikatat e cilat i shkruan institucionet kanë pasaksi. Kryeministri ka ra pre në interviste të rrame dy njerëz që kanë thirrë në videolink. Nëse ti ne kemi analizuar kemi sa rënja prej se shkapet e donte aty kryeministri. Po kjo që i vjen edhe kryeministrit e edukim medial, edhe secilit person këtu. Pa tregu problemin e këtu. 200 komunikata prej qeverisë tonë, të cilat kanë probleme faktike. Kote kena luftën. Mos ka filtër në shtet. Ski. Po du me thonë edhe diçka ali për këtë Gjatë trazijave... Apo e shef ato, ke nisë me u infektu. Zoti Ahmeti, ju e dini që të gjithë